Tani, dhuna familje ka disa indikator, po themi, të ndryshëm, pra nuk mbetet vetëm atë faktorin individual, po kemi edhe faktorin social, faktorin emocional, faktorin kulturor, që normalisht është një dinamik përgjithësuese për, po themi, për gjitha rastet. Edhe një ngjarje e djeshme që ne kemi parë, që për fat keq ka qenë ajo që ju e quajtët e marta e zezë, sepse ka filluar me ngjarje tepër të rëndë dhe pothuajse edhe në orën e mbrëmjes së vonë është mbyllur me një aksident që po një ngjarje e rëndë. Ajo e të Edhe pelemës. dytërimisht kjo do më thënë përveç se humbjet fatale të këtyre njerëzve, por normalisht ka edhe këtë pasojën sociale tjetër, sepse të gjithë ato njerëz të cilët e ndjekin nga shtëpia fillojnë dhe ndihen akoma më të afektuar nga ngjarjet e tilla dhe normalisht bëhen akoma dhe më shqetësuar edhe në perimetrin ku operojnë në përditshmërinë e tyre. Kjo dhuna familje ka normalisht disa faktorë të mundshëm të cilët edhe mund të ndikojnë. Ajo që vihet e re tek dhuna familje është gjithmonë sepse ne akoma nuk kemi ndarë, po themi, rolet familjare brenda një familje, ku ne shikojmë gjithmonë që vetëm, po them, protagonist shihet vetëm ai roli i babait, ku gjithmonë ka të autoritetin kryesor, i cili gjithmonë është një fjalë që jo thjesht duhet diskutuar, por thjesht pra duhet zbatuar. Pra, po them unë, ndjekim gjithmonë atë një lloj hierarkie që sa duket si një autoritet absolut, sa duket si një formë patriarkale që është prindi dhe duhet ndjekur gjithmonë metoda e prindit. Pa e ditur që nëse ky prind, ne nuk e dim akoma domethënë çfarë sjellje ka, pra mënyrën se si prindi është i përgatitur emocionalisht për familjen, të kaluarën, ka trama të mbartura nga e kaluara apo jo, dhe ne nuk e dim se sa e shëndetshme është pikërisht, po them, fryma familjare që përcjell prindi apo të dy prindërit në këtë rast. Dhe shpesh herë kjo kthehet në konflikte, kthehet në mosmarrveshje, dhe këtë mosmarrveshje dhe konflikte, në momentin që nuk gjen një gjuhë komunikimi, pra nuk ka ura të shëndetshme komunikimi, shpesh herë kthehet në përplasje dhe krijon pasoja shpesh herë dhe fatale.